Fillimisht mas punës e cila zhvillohet mas të rritjeve, kur dikush vjen ty të sheh edhe ta vlerëson punën, domethënë në këtë aspekt t'jep motiv shtesë. Në këtë rast kontrata për personalisht për mua është një motiv shtesë për më shumë punë, për më shumë stërvitje, për me arrit diçka më shumë. A mund të themi që duhet shumë luftë, shumë betejë, shumë punë për me arrit deri te kontrata? Padyshim. Po nisemi prej teje. Po. Padyshim që duhet shumë punë, shumë disiplinë. Futbolli është një sport i cili lyp disiplinë si në fushë dhe jashtë saj, por edhe në jetën private, kështu që duhet sakrificë për me arrit deri te kontrata. E ka arrit kontratën profesionale me njërin ndër klubet më të mëdha në Kosovë, me skuadrën e Prishtinës. Sa e gëzu në momentin kur të kanë njoftu, edhe sa është gëzuar realisht familja, se besoj në shtetësit më të mëdha tu. Po, sigurisht. Qysh si fëmijë në fëmijërinë e hershme, por kam pas një lidhje me klubin, me Prishtinën, nga se çdo lojë kam përcjellë ku kanë luajtë dy azhëllarët e mi, por kam qenë prezant thujse në çdo ndeshje të Prishtinës. Edhe kam pas një lidhje më të veçantë me klubin. Kur erdhi momenti u arrit marrëveshja për me bë kontratën, normalisht që është ndjenje e papërshkrueshme si për mua, njëjtë edhe për familjen.